Parashikimi për javën e ardhshme i gjeum na përgatit ulen temperaturat minimale javanis me më të ftohtë. Instituti i Gjeoshkencave ka ndarë këtë të diel një parashikim për fillimin e javës, teksa ditët e fundit muaj dhjetor duket se do të shoqërohen me ulje të vazhdueshme të temperaturave në vlera të minimale. Sipas të dhënave nuk pritet rreshje, ndërsa era pritet të fryejë lehtë deri mesatare. E hënë datë 29 dhjetor, nuk priten rreshje në të gjitha qarqet. Temperaturat ditën e sotme minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijë në Bregdet 4-11 gradë Celsius, në vendet e ulta -1 10 gradë Celsius, në vendet malore -3 5 gradë Celsius. Era ditën e sotme hënë datë 29 pritet të fryejë e lehtë deri mesatare.